Thot është djalë i ri dhe tërheqin djemt. Ka frikë, mos veprojnë ndjenjat. Dhe më pas thot, qa të bëj? Friksoju të madhit Zot. Friksoju ditës kur do të dalësh para Allahut lartësuar. Largoju haramit. Largoju shthurjes. Reflekto sa je në kohë. Kur mos ju dorëzo epshit, mos ju dorëzo shejtanit. Kujtoje ditën kur do dalim para Allahut lartësuar, i madhi Zot ka shkatruar një popull për shkak të kësaj vepre të turpshme. Pendohu sa je në kohë. Reflekto dhe ndrysho, përmbaje veten. Zbatoj urdhrat e Allahut lartësuar. Të këshilloj të falësh namazin, sepse namazi është shkak që të ndalon nga punët e turpshme.